Sot do ju prezantoj një vilë shumë të bukur dhe me çmim okazion. Tani këtë çmimin okazion e përdorin lart e poshtë, por në rastin konkret është okazion. Ky ndërtimi është për vetëm 1400 euro metri katror. Si do thuash ti? Më lart të ta shpjegoj. Shiko rezidenca sa e bukur është. E qetë, e pastër, tu ta bën shpirti rehat. Domethënë është tamam ambient për familjar. Mund të kesh prindër, mund të kesh fëmijë, mund të vinë miq shok, po dalë tregoj vilën brenda se do impresionohesh. Ka aq shumë dhoma, banjo, sallone, balkone, është me pamje nga liçeni farkë, se dera si reper fare, se tani është modës të bësh edhe reper. Që sa i madh është salloni me qilima të bukur, shtëpia shitet e mobiluar me qera fjala, që do të thotë kur sen 10.000 euro nga mobilimi. Po deshe bën ndonjë mobilim të lehtë, po nuk e nevojë se është e mobiluar shumë mirë. Ke baçe, ke pamje nga liçeni i farkës. Sa e bukur është pamja. Po jo vetëm këtu, në çdo kat të kësaj shtëpie të shkosh ti ka pamje nga liçeni i farkës. Dhe uji është e vërtetuar shkencërisht që na qetëson sistemin nervor. Shkojmë shohim pjesën tjetër të shtëpisë. Tu kemi oxhakun, pra po deshe prit sa dru me sopat, me sharë, si të duash ti, liz oxhakun. Mobiljet janë të reja. Kemi sistem qendror chiller, do ta tregoj më poshtë, do impresionohesh. Pra investimi këtu është shumë i mirë në shtëpi, nuk ke nevojë ta prekësh. Kjo është banja e katit 0, pra e katit ku është salloni kryesor. Pllaka deri në tavan, moderne, hidrosanitare, çfarë të duash ti. Shkojmë poshtë te kati -1, ku do shikojmë kuzhinën, do shkojmë në olborin e bukur. Ja ku vjen te kati -1 edhe shkallët në këtë vilë janë të bukura me këto tubet metalike. Kemi këtu një tualet të bardhë, të pastër, të bukur. Kemi një sallon të dytë që ka dalje te kopshti, ka dhe dalje te kuzhina. Po desha t'ju tregoja këtë kuzhinën se është tamam kuzhinë për vila, jo për shtëpi zakonshme. Kemi këtë ishullin këtu ku hahet. Pamja është nga obori, është nga liçeni farkës. Pronarja aktual ka vendosur dhe një sauna këtu. Po ti është qefli saune, ja ku e ke dhe saunën tënde. Vjen i lodhur nga puna, për shkakun futesh aty, shkrihesh të dielës, bën një dush me ujë të ftohtë, ringjallesh. Kuzhina është e madhe me të gjitha elektroshpjaket moderne, cilësore, si ti duash ti. Pra ti mund të përdorësh sallonin më lart ose këtë sallonin këtu poshtë. Këtu është mirë në verë për shembull, se është freskë, atje lart është mirë në dimër. Dhe ja ku vim tani tek obori. Obori nuk është as i madh as i vogël, është anglisht i thon just right, që do të thotë s'ke nevojë për shumë punë që të marrësh baçevanin ti. Kjo oborin të mjaftueshëm për lezetin tënd ta qetësh të barin. Merr ca vegla pune dhe e rregullon. Pamjen e kemi nga liçeni farkës, këtu ta bën shpirti rehat, mund të kesh fëmijë të vegjël për shembull, i rrokullis këtu ata fëmijët dhe ti rri vetë rehat. Hajde tregoj një sekondë chillerin, është aq i madh sa mbulon çdo cep të kësaj shtëpie, pra është e kondicionuar. Këtu kemi chillerin që është i fshehur bukur pas këtyre drasave. Po ju tregoj edhe dy katet e tjera të shtëpisë që kanë surpriza të tjera për ty. Dhe ja ku vim te kati 1, pra kemi bërë -100, ky është kati 1, dhoma e parë është garderob, ke hapësirë sa të duash për rrobat e tua të bashkëshortes, të fëmijëve, kush të duash ti. Kemi një tualet këtu të madh, modern, me hidrosanitare të design. Tualetet janë të gjitha të bukura, të mira, nuk është neglizhuar askund në këtë shtëpi. Po të shikoni në çdo cep kemi këto daljet e chillerit, pra nuk janë të kondicionuara vetëm dhomat, por dhe korridoret në këtë shtëpi. Shkojmë te kjo dhoma e gjumit. E madhe me dritë, pavarësisht se sot nuk është ditë me diell, sërish shtëpia është me shumë dritë. Nga kjo dhoma dalim në një balkon për shembull, dhe ja ku shikojmë pjesën tjetër të rezidencës. Jeshile, e qetë, është vend për zotëri. Domethënë fjala që më vjen në mendje mua për këtë vilë është për fisnik. Njerëz që duan të jetojnë qetësisht, pa zhurmë, pa humburur botës. Kjo është dhoma tjetër e gjumit në këtë kat, pra kemi 3 dhoma gjumi këtu. Kështu sa e madhe është kjo, goxha dhomë, ka dalje në balkon, me pamje nga liçeni farkës. Këto 2 dhomat kanë tualetin e vet, sërish tualeti me aerosje, me pllaka deri në tavan, me ato hidrosanitare të lezetshme. Shkojmë tani te kati 2, që në total përbëjnë 4 kate. Këto shkallët sërish janë të bukura, ke qef ti gjitësh me dritë, me tuba, me xhama, me dritare, me çfarë të duash ti. Ja ku vim te kati 2 dhe i fundit, -1012. Në këtë kat kemi një vend ku ti mund të bësh studime të avancuara ose të marrësh punën në dosje me vete ta bësh këtu. Kemi një tualet, kemi mëtej një dhomë gjumi shumë të bukur për miq. Pra, nëse do të impresionosh njëri, e sjell tu se është dhoma më e lartë, është i papafingo dhe ka dalje në këtë verandën e mrekullueshme që nuk e ka asnjë vilë tjetër në qytetin e Tiranës. Do thuash ti ka vila plot. Unë e di, shiko sa vila ndërtojnë këtej lart e poshtë, por nuk më rezulton që ndonjëra është më e bukur nga kjo. Kontakto menjë në numrin e telefonit për më shumë informacion dhe hajde ta shikosh ti i pari nga afër përpara se dikush tjetër ta ketë blerë dhe ty të ngjelet merak.